Lexoni histori për të kuptuar pse qytetrimet ngrihen dhe shemben. Lexoni fizik për të kuptuar se pse universi nuk interesohet për mendimet e tua. Lexoni ekonomi për të kuptuar si funksionojnë stimujt. Lexoni letërsi për të huazuar 1000 jetë ndërsa jeton vetëm jetën tënde. Lexoni psikologjin për të kuptuar mendjen njerëzore. Lexoni edhe komentet e ministrave të qeverisë që na udhëheq. Por bëheni pa u prekur nga paaftësia e tyre për të kuptuar nevojat e njerëzve që u shërbejnë, pa i gjykuar këtë të fundit. Lexoni ministrat, por pa u acaruar, për të kuptuar se pa empatinë ose aftësinë për të krijuar lidhje, qoftë duke dëgjuar në mënyrë aktive, qoftë duke ndarë mirësi përmes fjalëve, të gjitha emocionet e tjera prosociale janë të padobishme. Një jetë është shumë e shkurtër. Kështu leximi mbetet rruga më e shkurtër dhe më e vjetër e njerëzimit, që na lejon të trashëgojmë sheku i gabimesh, zbulimesh, luftrash, shpikjesh, zhgënjimesh dhe mençurie pa paguar çmimin e plot për çdo mësim. Lexoni. Çdo libër është një dritare, çdo person është një bibliotek, çdo koment, status, a qëndrimi atyre që me vendimet e tyre ndikojnë jetët tona, është një mundësi për t'u bindur se kur besa është varrosur, në vend të saj mund të lulëzoj vetëm pabesia. Kështu përfundon komentin e saj, Irena Beqiraj, në reagim të statusit të ministrit Blendi Gonxhe. Prandaj gjysma e gazetarëve aty bëjnë dhe punën të shkretët dhe protestuesin, një rrugë e dy punë, se këta u katandisën si mos më keq. Fjalime nga të ikur të PD-s në 97-ën që i çoi Saliu me pasaporta diplomatike në Belgjik, lloj fis një dimensionalisht deputetësh e kryetarësh komune PD-ja, kontingjent delirant jo votues në Shqipëri, vetgjyqtar, fundamentalist, ekstremist patetik, histerik, brigadist, qorra, racist, turli bolshevikësh, marksistësh, komsomolas, një sallatë çorbruse humsat frustruar nga dështimeve t'jake jete, shkelsa ligji, zaptuesa, ca pan dhe që perëndimi s'të fal gjë, po të bën zbore tani hakrehen pasqyrës, diplomant vitrine e kristalesh të Saliut, karikatura që bëjnë terapi rrugore grupi, një marrë nga Kanadaja me Raptus, orator Qeleshja që thot se Sari Salltiku do thërmohet me që sudoj kruja dhe për qark 20 finok që rreken dhe inskenojnë revolucionin shpëtimtar. Se nga maj vjet, si vjet zbuluan befas Shqiprin tjetër nxie ul shtetin, i prin një kuzhinier mense që i është mërzit zanatin angli me shqipe të çale, artikulime utopike e zhargone primitive. Vaj me det gati me të marrmalli për protestat e dikurshme të Lulit, kurse grupi i flamingove veç buk peshku të shtretur në 10 fëmijë, ca bebe, ca nën mosh votimi dhe 5 syresh që i bien daullave të rangari, me demek flamingot janë aty. Jerë me hall se s'din si me ik nga që e mbajtën stekën lart, shkroi Gonxha. Mirë po, për post përmbajtjes, një tjetër skandal që përmban ky koment, e që nuk i shkon as pak një ministri, është drejt shkrimi.